Në këtë video do të eksplorojmë një nga kapitujt më të errët dhe më magjepsës të historisë njerëzore, helmet më të rrezikshme dhe vdekjeprurëse që kanë ekzistuar gjatë mesjetës, substanca që formsuan fatet e mbretërive, vendosën luftëra dhe heshtën rivalet politik në hijet e kështjellave evropiane. Para se të vazhdojmë me videon, mos harroni të regjistroheni në kanal për më shumë rrëfime dokumentare si kjo. Ka diçka thellësisht shqetësuese në historinë e helmeve. Ndryshe nga shpata apo heshta, helmi nuk kërkon guxim fizik, nuk lë shenja të dukshme dhe, në shumicën e rasteve, nuk prodhon dëshmitar. Për shekuj me radhë, ai ishte arma e preferuar e ambiciozëve, e të dëshpëruarve dhe e llogaritësve. Dhe në asnjë epokë tjetër të historisë perëndimore, ky art i zi nuk lulëzoi me aq intensitet sa në mesjet. Midis shekujve V dhe GV, Evropa u zhyt në një periudhë ku shkenca dhe supersticioni ecnin krah për krah, ku kufiri midis ilaçit dhe helmit ishte po aq i hollë sa teu i një thike dhe ku vdekja mund të vinte në heshtje, e maskuar në një kup vëre, në një vajosje të aplikuar mbi lëkur ose në një lule të thjesht të këputur buz një lumi. Në atë kohë, mjekësia ishte ende në hapat e saj të parë. Mjekët mesjetar i bazonin njohuritë e tyre në tekste të lashtësisë greke dhe arabe, të interpretuara në dritën e një besimi fetar që jo gjithmonë dialogonte me vëzhgimin empirik. Alkimistët, të fiksuar pas shndërrimit të metaleve, manipulonin substanca toksiciteti i të cilave u shpëtonte plotësisht. Në këtë skenar, helmi nuk ishte vetëm një mjet vrasjeje, por pjesë e vetë kulturës mjekësore. E njëjta bimë që shëronte një ethe mundet në një dozë paksa të ndryshme të shkaktonte konvulsione, delire dhe vdekjen. Nuk ekzistonin ekzaminime toksikologjike as reagent kimik të aftë për të zbuluar praninë e një substance vdekjeprurëse në trupin e një viktime. Kur dikush vdiste pa pritur, mjekët ja faturonin vdekjen shkaqeve natyrore dhe helmuesit vepronin pa u ndëshkuar. Ky rrëfim dokumentar përshkon këtë histori me kujdes dhe rreptësi, duke paraqitur 10 substanca që shënuan thellë periudhën mesjetare. Secila prej tyre mbart një histori më vete, të bërë nga shkenca rudimentare, ambicia politike, dëshpërimi njerëzor dhe, mbi të gjitha, nga një marrëdhënie komplekse dhe e rrezikshme midis njerëzit dhe natyrës. Ne e nisim këtë udhëtim nga një vend i papritur, jo nga një helm i krijuar për të vrarë, por nga një ilaç i krijuar për të shpëtuar. Në Anglinë mesjetare, midis shekujve GI dhe GV, qarkullonte midis mjekëve dhe shëruesve një recetë që premtonte diçka revolucionare për kohën, aftësinë për ta bërë një pacient të flinte thellë gjatë një operacioni, duke eliminuar dhimbjen dhe vuajtjen që shoqëronin çdo procedurë mjekësore. Kjo recetë njihej si dale, një fjalë me origjinë skandinave që mbarte në vete kuptimin e empirjes, të mjekullimit të vetdijes. Dale ishte, në thelb, një përzierje e lëngshme me bazë vere ose bire, në të cilën shtoheshin përbërës të fuqishëm dhe të rrezikshëm. Formulimi ndryshonte sipas dorëshkrimit të konsultuar, por elementet qendror ishin pothuajse gjithmonë të njëjtët: opiumi, i nxjerrë nga lulkuqja e bardhë, një substancë vetit analgjezike dhe narkotike të së cilës njiheshin që nga Sumeria e lashtë, meimendro, një bimë e familjes Solanaceae, e afërt me beladonën, e aftë për të shkaktuar një gjumë të thellë fal pranisë së Hioscinës në indet e saj, dhe cikuta, e njëjta bimë që ishte përdorur për të ekzekutuar Sokrati në Greqinë. Lashtë, alkaloidet e së cilës mund të shkaktonin paralizë respiratore dhe vdekje. Përveç këtyre 3 komponentëve qendror, shumë receta përfshinin gjithashtu marule, tëmvderi, uthull dhe bironia, një bimë purgative rrënjë tuberoze të së cilës përdoreshin si zëvendësues për mandragorën, e cila nuk rritej natyrshëm në ishujt britanik. Studimet moderne kanë identifikuar rreth 40 receta të ndryshme të dale në dorëshkrimet mesjetare angleze. Këto receta transmetoheshin jo vetëm midis mjekëve, por edhe midis ambisave dhe shëruesve popullor. Përgatitja bëhej në mënyrë rudimentare, pa asnjë standard të dozimit të saktë, duke u mbështetur në përvojën dhe intuitën e atij që e përgatiste. Pacienti e pinte përzierjen dhe brenda pak minutash binte në një gjumë të thellë. Kur operacioni përfundonte, mjeku përpiqej ta zgjonte duke aplikuar uthull dhe krip në tëmtha. Kur funksiononte, dale ishte një burim i jashtëzakonshëm, një paraardhës i mirëfillt i anestezisë së përgjithshme moderne. Megjithatë, problemi qëndronte pikërisht në kufirin jashtëzakonisht të ngushtë midis dozës që shkaktonte gjumin dhe dozës që shkaktonte vdekjen. Alkaloidet e pranishme të cikuta, opiumi dhe meimendro vepronin mbi sistemin nervor qendror në mënyra plotësuese dhe potencialisht vdekjeprurëse. Opiumi shtypte frymëmarrjen, meimendro ngadalsonte zemrën dhe cikuta paralizonte muskuj.
Një dozë paksa mbi atë që duhej mund ta bënte pacientin të binte në gjumë për të mos u zgjuar kurrë më. Dhe duke qenë se nuk kishte asnjë metodë të besueshme për të matur fuqinë e çdo serie bimësh ose për të llogaritur sasinë e duhur për çdo pacient, këto tragjedi ishin të shpeshta. Disa dorëshkrime të kohës mbanin paralajmërimet merruese, duke alarmuar se disa kombinime përbërësish ishin të rrezikshme edhe për ata që i përgatitnin dhe se disa pacient nuk zgjoheshin kurrë. Kufiri midis shërimit dhe vdekjes ishte aq i hollë sa vetë akti i administrimit të Dale përbënte tashmë një rrezik vdekjeprurës. Por Dale nuk mbeti e kufizuar vetëm në fushën e mjekësisë. Aftësia e saj për të shkaktuar një gjumë të thellë dhe të zgjatur tërhoqi shpejt vëmendjen e kriminalëve, të cilët filluan ta përdornin për të vënë në gjumë viktimat para se t'i grabisnin, t'i sulmonin ose t'i vrisnin pa ofruar ato asnjë rezistencë. E holluar në një pije, e përzier me një ushqim, Dale mund të administrohej në mënyrë diskrete dhe efektet e saj ishin pothuajse të pamundura për t'u dalluar nga një deje e thjeshtë ose nga një shqetësim i papritur shëndetësor. Kështu, ajo që kishte lindur si një përpjekje e mirëfillt për të lehtësuar vuajtjen njerëzore u shndërrua gjithashtu në një mjet krimi, në një armë të heshtur që lëvizte midis botës së mjekësisë dhe botës së nëndeshme të dhunës. Dale është, në këtë kuptim, një simbol i përsosur i paqartësisë që shënoi marrëdhënien midis helmeve dhe ilaçeve gjatë gjithë mesjetës. E njëjta substancë që mund të shpëtonte një jetë, gjithashtu mund ta shkatëronte atë, dhe ndryshimi midis një gjëje dhe tjetrës qëndronte, fjalë për fjalë, në një pikë. Ndërsa Dale vepronte në prapaskenat e mjekësisë dhe krimit, një tjetër substancë po ndërtonte reputacionin e saj përmes rrugëve, po aq dredha, por shumë më të vjetra. Që nga Roma imperiale, duke kaluar nëpër botën arabe dhe duke arritur në tregjet dhe farmacitë e Evropës mesjetare, Kantaridina ushtroi mbi njerëzimin një magjepsje të rrezikshme, të ushqyer nga një premtim po aq i vjetër sa vetë qytetërimi, ai i dëshirës seksuale të pashtershme. Kantaridina është një substancë kimike e prodhuar natyrshëm nga brumbujt e familjes Meloidae, veçanërisht nga lyta vesicatoria, një insekt me ngjyrë të gjelbër metalike të shndritshme që banon në rajonet të gjera të Eurasisë. E njohur botërisht si miza spanjolle, ky brumbull sekretonte kantaridinën si mekanizëm mbrojtës, një toksinë e aftë për të shkaktuar flluska dhe djegje të rënda në lëkurën e çdo grabitqari që tentonte ta gëlltiste. Meshkujt e prodhonin substancën në sasi më të mëdha dhe ja transferonin femrave gjatë çiftëzimit, si një lloj dhurate martesore kimike. Për të marrë kantaridinën, apotekarët mesjetar i kapnin brumbujt, i thanin në diell dhe i shtypnin trupat e tyre derisa të merrnin një pluhur me ngjyrë kafe në të verdhë, me një erë të pakëndshme dhe një shije të hidhur. Ky pluhur më pas përzihej me ushqime, pije ose preparate farmaceutike dhe shitej nën pretendimin se ishte një afrodiziak i fuqishëm. Logjika pas këtij besimi ishte, në një farë mase e kuptueshme, kantaridina, kur gëlltitej, irritonte dhunshëm mukozat e traktit urinar dhe të organeve gjenitale, duke shkaktuar një mbingarkesë gjaku që, te burrat, mund të rezultonte në ereksione të zgjatura dhe të pavullnetshme, një gjendje e njohur në mjekësi si priapizëm. Për konsumatorët mesjetar, ky efekt dukej se konfirmonte vetitë stimuluese të substancës. Megjithatë, ajo që ata nuk kuptonin ishte se kjo përgjigje fiziologjike nuk ishte shenjë e fuqisë seksuale, por e helmimit. Kantaridina është, në të vërtetë, një agent flluskues jashtëzakonisht toksik i cili, kur gëlltitet, shkakton lëndime të rënda në të gjithë traktin gastrointestinal. Simptomat e para përfshin një djegje intensive në gojë dhe ezofag, e ndjekur nga përzierje, të vjella me gjak dhe dhimbje abdominale therse. Në doza më të larta, substanca shkaktonte hemorragji të brendshme, inflamacion akut të veshkave, dështim të veshkave dhe, shpesh, vdekjen. Kufiri midis dozës që prodhonte efektin e dëshiruar dhe dozës vdekjeprurëse ishte rrezikshmërisht i ngushtë, dhe duke qenë se preparatet mesjetare nuk i bindeshin asnjë standardi dozimi, aksidentet ishin konstante dhe shpeshherë fatale. Historia regjistron disa episode të shënuara që përfshin kantaridinën. Në Romën e lash, Livia, gruaja e perandorit Augusti, thuhet se i shtonte substancën në ushqimet e të ftuarve të saj, me shpresën se efektet do t'i çonin ata të bënin pakujdesit të dobishme për shantazh politik. Në Francën e shekullit GV, shtriga Katerina Monvoisin, Catherine Monvoisin, përgatiste filtra dashurie me bazë mizën spanjolle të përzier me gjak të tharë nishani dhe lakuricinate. Në vitin 1772, Marquez de Sade, Marquis de Sade, u ofroi pastila që përmbanin kantaridin disa prostitutave, duke i helmuar ato rënd dhe duke u dënuar me vdekje, derisa dënimi u shndërrua më vonë.
Gjatë gjithë mesjetës dhe shekujve në vijim, njerëz të panumërt vdiqën duke besuar se po konsumonin një stimulant seksual të padëmshëm. Mbretër, fisnik, tregtar dhe fshatar, të gjithë u lanë të josheshin nga premtimi i kantaridinës, duke paguar në shumë raste çmimin maksimal për naivitetin e tyre. Aspekti më tragjik i kësaj historie është se viktimat, në shumicën e rasteve, e gëlltitnin helmin vullnetarisht, të shtyrë nga dëshira për kënaqësi ose nga presioni shoqëror për t'u përgjigjur pritshmërive bashkëshortore. Kështu, kantaridina zë një vend unik në historinë e helmeve mesjetare. Ndryshe nga substancat e tjera të përdorura kryesisht si armë vrasjeje, ajo vriste mbi të gjitha përmes joshjes, ignorancës dhe dëshirës njerëzore. Nga ilaçet klandestine dhe filtrat e dashurisë, kalojmë tani në fushën e betejës, ku vdekja nuk fshihej në kupa vere, por në majën e mprehtë të një shigjete. Përdorimi i helmeve në armët e luftës është po aq i vjetër sa vetë lufta, dhe midis të gjitha substancave të përdorura për këtë qëllim, pak ishin aq të frikshme sa helmi i nxjerrë nga viperat evropiane. Viperat, gjarpërinë të familjes Viperidae, banonin në rajone të gjera të Evropës gjatë mesjetës, nga pyjet e Skandinavisë deri në fushat e thata të Gadishullit Iberik. Helmi i tyre, një përzierje komplekse e proteinave enzimatike, ishte i aftë të shkatëronte indet e gjalla, të shkaktonte hemorragji të brendshme dhe të shkaktonte një dhimbje të përshkruar nga kronistët mesjetar si të padurueshme edhe për luftëtarët më rezistentë. Popujt e lashtë e njihnin tashmë fuqinë e këtij helmi. Skitët, nomadët e stepave të Azisë qendrore, e përzienin helmin e gjarpërinjve me gjak njeriu të kalbur dhe jashtëqitje kafshësh, duke krijuar një pastë toksike që aplikohej në majat e shigjetave. Në mesjetën evropiane, luftëtarët dhe vrasësit e nxirrnin helmin drejt për drejt nga gjëndrat e gjarpërinjve dhe zhytnin në të shigjetat, darcat dhe tejet e tyre. Efekti ishte shkatërues, enzimat proteolitike shkatëronin enët e gjakut, duke shkaktuar hemorragji të brendshme të përgjithshme, ndërsa proteinat e tjera pengonin mpiksjen e gjakut. Dhimbja ishte e menjëhershme dhe ekstreme, dhe në rastet më të rënda, paraliza muskulore instalohej shpejt, e ndjekur nga kolapsi cirkulator dhe vdekja. Për ushtarët mesjetar, të goditeshen nga një shigjet e helmuar me helm vipere ishte e barabartë me marrjen e një dënimi me vdekje pothuajse të sigurt. Mjekët e asaj kohe kishin shumë pak burime për të luftuar efektet e helmimit. Trajtimi më i zakonshëm ishte teriaga, theriaca, një preparat farmaceutik kompleks, formula e të cilit datonte që nga lashtësia greke. Megjithatë, efikasiteti i saj kundër helmit të viperës ishte minimal. Proteinat toksike vepronin me një shpejtësi që asnjë ilaç nuk mund ta ndiqte. Helmi i viperës përdorej gjithashtu edhe jashtë fushës së betejës. Vrasësit e hollonin atë në pije, duke e ditur se doza të vogla mund të shkaktonin shqetësime, paralizë dhe vdekje pa lënë gjurmë të identifikueshme lehtësisht. Kjo praktik ishte aq e përhapur sa shumë mbretër dhe fisnik adoptuan zakonin e mbajtjes së provuesve të ushqimit, shërbëtor funksioni i të cilëve ishte të gëlltitnin një pjesë të çdo pjate para se zotëria ta konsumonte. Kështu, helmi i viperës zuri për shekuj me radhë një rol qendror si në luftë ashtu edhe në politikën mesjetare, duke shërbyer si instrument vdekjeje për ushtarët dhe vrasësit dhe si burim tmerri konstant për ata që mbanin pozita pushteti. Nëse helmi i viperës ishte një armë e fushës së betejës, substanca tjetër e këtij rrëfimi vepronte në një mënyrë shumë më diskrete dhe tinzare, e fshehur jo në gjëndrat e një gjarpri, por në lulet delikate ngjyrë vjollc të një bime që rritej lirshëm në fushat dhe kopshtet e Evropës. Luletogëza digitalis purpurea e njohur. Shkencërisht si digitalis purpurea ishte një nga bimët më tradhtare të mesjetës, jo sepse ishte veçanërisht e rrallë ose e vështirë për t'u gjetur, por sepse efektet e saj mbi trupin e njeriut imitonin në mënyrë të përsosur simptomat e një vdekjeje natyrore. Bima përmban në indet e saj një grup substancash të njohura si glikozide kardiake, nga të cilat më e rëndësishmja është digitalina. Në doza shumë të vogla dhe me kujdes të kontrolluara, këto përbërës ushtrojnë një efekt bamirës mbi zemrën, duke forcuar tkurjet e saj dhe duke rregulluar ritmin e saj. Kjo veti do të njihej zyrtarisht vetëm në shekullin XV nga mjeku anglez William Withering, por ka të ngjarë që herboristët mesjetar t'i njihnin tashmë në mënyrë empirike disa nga efektet kardiake të bimës. Megjithatë, kufiri midis dozës terapeutike dhe dozës toksike ishte jashtëzakonisht i ngushtë. Një sasi paksa më e lartë se ajo që duhej shkaktonte aritmi kardiake të rënda, përzierje të dhunshme, të vjella, delire, shqetësime vizuale dhe, në fund të fundit, arrest kardiak.
Vdekja nga helmimi me luletogëzën mund të ndodhte në një kohë relativisht të shpejtë ose të zgjatej për disa ditë, në varësi të sasisë së gëlltitur, dhe simptomat e saj ishin aq të ngjashme me ato të sëmundjeve të ndryshme të zakonshme të kohës saqë rrallëherë ngjallnin dyshime për krim. Kjo karakteristikë e bënte luletogëzën një nga armët e preferuara për vrasje diskrete, veçanërisht në kontekstin e luftërave për pushtet që shënonin fisnikërinë mesjetare. Kur një princ vdiste pa pritur, mjekët e oborrit diagnostikonin një ethe malinje, një infeksion intestinal ose një kolaps të shkaktuar nga sforcimi fizik i tepërt. Rrallëherë merrej parasysh hipoteza e helmimit dhe kur merrej, pothuajse kur nuk mund të vërtetohej. Një rast historik veçanërisht intrigues është ai Castruccio Castracanti, Castruccio Castracani, zotëria i luftës italian që qeverisi Lukën dhe ushtroi ndikim të madh politik në veri të Italisë në fillim të shekullit xhiv. Castruccio vdiq në vitin 1328, zyrtarisht nga shkaqe natyrore, por rrethanat e vdekjes së tij gjithmonë kanë ngjallur dyshime. Kronistët e kohës regjistruan se ai kaloi një ditë të gjatë duke kalëruar nën diellin përvolues, ndaloi për të pirë ujë të ftohtë nga një burim dhe, pak më vonë, filloi të shfaqte përzierje intensive, ethe të larta dhe diare. Gjendja e tij u përkeqësua shpejt, duke kulmuar në një kolaps të papritur që e çoi drejt vdekjes. Mjeku që e mjekoi diagnostikoi një infeksion të zakonshëm, por përfundoi duke u ekzekutuar pak më vonë, i akuzuar për neglizhencë, pasi dyshimi për helmim rëndonte mbi rastin. Shekuj më vonë, analizat moderne të mbetjeve të tij mortore zbuluan përqendrime të larta të përbërësve të pajtueshëm me intoksikimin nga digitalis, duke sugjeruar fort se Castruccio ishte helmuar, ndoshta me luletogëzën e shtuar në ujin që piu. Bima ishte, kështu, një instrument i përsosur për të eliminuar rivalet politik. Rritej me bollëk në fushat evropiane, ngatërohej lehtësisht me bimë të tjera të padëmshme dhe efektet e saj mimetizonin sëmundje që në atë kohë konsideroheshin plotësisht natyrore. Për vrasësit mesjetar, luletogëza përfaqësonte kombinimin ideal midis efikasitetit dhe maskimit, një helm vdekjeprurës që fshihej nën pamjen e një sëmundjeje të rëndomë. Nga fushat e lullzuara të Evropës, ky rrëfim na çon tani në pyjet e errëta dhe në varrezat mesjetare, ku rritej një pemë reputacioni i vdekjes së cilës ishte po aq i vjetër sa vetë qytetërimi evropian. Tisi, Taxus Batistata, Iloi Taxus Batistata, ishte një nga praniet më ogurzeza në peizazhin mesjetar. Bëhej fjalë për një pemë me rritje të ngadaltë dhe jetë jashtëzakonisht të gjatë, dhe pothuajse të gjitha pjesët e saj ishin vdekjeprurëse të helmuara, gjethet, lëvorja, farat dhe rënjët përmbanin alkaloide të grupit të taksinave, substanca të afta për të vepruar drejt për drejt mbi zemrën, duke shkaktuar aritmi fatale dhe kolaps cirkulator. Që në lashtësi, shkrimtar si Plini Plaku, Plini the Elder, paralajmëronin për rreziqet e tisit, duke arritur të pohonin se edhe era e degëve të pemës mund të ishte e dëmshme. Në gadishullin iberik, keltët e shoqëronin atë me ritulet e kalimit midis botës së të gjallëve dhe asaj të vdekurve, dhe ka regjistrime të luftëtarëve kelt që gëlltitnin ekstrakte tisi për t'i marrë jetën vetes në mënyrë rituale. Në mesjet, tisi ruajti reputacionin e tij letal dhe fitoi aplikime të reja praktike. Luftëtarët dhe gjuetarët i helmonin shigjetat e tyre me lëngun ose me ekstrakte të koncentruara të bimës, një praktikë që u përhap në të gjithë Evropën dhe që ishte veçanërisht e frikshme në konfliktet e armatosura. Për një ushtar mesjetar, të goditeshe nga një shigjet e helmuar me tis do të thoshte të përballeshe me një rulet ruse biologjike. Në rastet kur sasia e helmit që hynte në qarkullimin e gjakut ishte e vogël, viktima përjetonte përzierje, marramendje, djesë të ftohta dhe konvulsione, por mund të mbijetonte nëse organizmi i tij ishte mjaftueshëm rezistent. Megjithatë, në rastet kur doza ishte më e madhe, alkaloidet shkaktonin një destabilizim katastrofik të ritmit kardiak, të ndjekur nga kolapsi cirkulator dhe vdekja në pak orë. Nuk ekzistonte në mjekësinë mesjetare asnjë antidot apo trajtim efikas kundër helmimit nga tisi. Mjekët e asaj kohe thjesht nuk dispononin asnjë burim të aftë për të neutralizuar efektet e taksinave mbi zemrën. E vetmja shpresë ishte që doza të kishte qenë mjaftueshëm e vogël saqë trupi të arrinte ta metabolizonte vetë, por kjo ishte më shumë një çështje fati se sa shkence. Për të helmuarit, mbetej vetëm të prisnin dhe të luteshin që vdekja, nëse vinte, të ishte e shpejtë. Lidhja midis tisit dhe vdekjes ishte aq e fortë sa pema filloi të mbillej në varreza në të gjithë Evropën mesjetare, një traditë që vazhdon në shumë vende edhe sot.
Për njerëzit e mesjetës, prania e tisit pranë varreve simbolizonte kufirin midis jetës dhe vdekjes, duke shërbyer si një kujtesë e heshtur e toksicitetit që përshkonte edhe këndet më të qeta të natyrës. Nga helmi që banonte në pemët e varrezave, kalojmë tani te një bimë që njerëzit e mesjetës e quanin, me arsye të mirë, bima e djallit. Belladonna, emri shkencor i së cilës është Atropa belladonna, është një nga substancat toksike më të vjetra dhe më të frikshme të historisë njerëzore, me një histori përdorimi që shtrihet nga lashtësia klasike deri në ditët e sotme. Vetë emri shkencor i bimës mbart një referencë për vdekjen. Atropa rrjedh nga Atropos, më e frikshmja nga të tre mojrat, Mojrai e mitologjisë greke, hynia që priste fillin e jetës njerëzore. Emri popullor Belladonna vjen nga italishtja Belladonna, grua e bukur, një referencë për zakonin e grave italiane të rilindjes për të hedhur pika të lëngut të bimës në sy për të zgjeruar bebëzat. Bima është amtare e Evropës dhe i përket familjes së Solanaceae. Jashtëzakonisht toksike në të gjitha pjesët e saj, parimet e saj aktive janë alkaloidet tropanike, kryesisht atropina, skopolamina dhe hiosciamina, substanca që bllokojnë veprimin e acetilkolinës në sistemin nervor, duke shkaktuar zgjerim të bebëzave, halucinacione intensive, delire, konvulsione, paralizë dhe vdekje. Që nga lashtësia, Belladonna është përdorur si mjekësi ashtu edhe si armë. Autorë romak si Taciti, Tacitus dhe Diocasiumi, Diotasius, akuzuan Livia Drusa, gruan e perandorit Augusti, se kishte përdorur ekstrakte belladone për të helmuar rivalet politik dhe, sipas disa versioneve, edhe vetë perandorin, derisa asnjë nga këto akuza nuk është vërtetuar në mënyrë përfundimtare. Ushtarët romak gjithashtu përdornin helmin e belladonës në shigjetat e tyre dhe praktika vazhdoi të përdorej gjatë gjithë mesjetës. Në kontekstin mesjetar, Belladonna fitoi një dimension që e dallonte nga helmet e tjera, lidhja e saj me magjin dhe shtriganin. Ishte një nga përbërësit qendror të ashtu quajturave pomada të fluturimit, përgatitje vajore që shtrigat e supozuara aplikonin mbi lëkurë. Të përbëra nga Belladonna, Meimendro, Mandragora dhe dhjami i kafshëve, këto pomada përmbanin alkaloide tropanike që, të përthithura nga lëkura, shkaktonin halucinacione të gjalla dhe gjendje të ndryshuara të vetdijes. Gratë që i përdornin ato tregonin përvoja fluturimi dhe kontakti me shpirtrat, gjë që për mendësinë mesjetare përbënte provë të paktit me dreqin. Për farmakologjinë moderne, këto përvoja janë të shpjegueshme nga veprimi i atropinës dhe skopolaminës mbi sistemin nervor qendror. Rreziku ishte real dhe konstant. Kufiri midis dozës që prodhonte efekte halucinogjene dhe dozës që shkaktonte vdekjen ishte minimal, dhe shumë njerëz që eksperimentonin me këto përgatitje nuk mbijetonin. Edhe midis atyre që mbijetonin, efektet mund të ishin shkatëruese, dëmtime neurologjike të përhershme, humbje e kujtesës, shqetësime psikiatrike dhe probleme kardiake kronike. Në imagjinatën popullore mesjetare, Belladonna rrethohej nga paralajmërimet merruese. Prindërit paralajmëronin fëmijët e tyre se ngrënia e kokrave të bimës do të thoshte të takojë djallin personalisht, një metaforë që, duke pasur parasysh efektet reale të intoksikimit, nuk ishte aq larg së vërtetës. Lëm tani mbretërinë e bimëve demoniake për t'u afruar me një helm që zë një vend unik në historinë e filozofisë dhe të drejtësisë, Cicuta, e identifikuar shkencërisht si Conium maculatum. Pak helme mbartin në vete një ngarkesë simbolike aq të fuqishme. Cicuta është, mbi të gjitha, helmi i Sokrati. Në vitin 399 p.s. filozofi Athinas u dënua me vdekje nga gjykata e Athinës, i akuzuar për korruptimin e rinisë dhe për mosnjohjen e zotave të qytetit. Dënimi u ekzekutua përmes gëlltitjes së detyruar të një ekstrakti Cicute dhe përshkrimi i këtij momenti, i regjistruar nga Platoni, Plato në dialogun Fedoni, Phaedo, u bë një nga pasazhet më të famshme dhe më shqetësuese të gjithë letërsisë botërore. Sipas rrëfimit të Platoni, Sokrati e piu helmin me qetësi dhe, më pas, eci në përdhom derisa këmbët filluan t'i rëndoheshin. Ushtri dhe paraliza u ngjit gradualisht në përgjymtyr, nga këmbët të trupi, nga trupi të gjoksi. Muskujt e tij po humbnin aftësinë e lëvizjes, një nga një, ndërsa vetdia e tij mbetej e paprekur. Ai ndjente gjithçka, kuptonte gjithçka, por nuk mund të reagonte. Frymëmarrja u bë gjithnjë më e vështirë, derisa, më në fund, zemra ndaloi. Ky përshkrim përputhet me një saktësi të jashtëzakonshme me atë që toksikologjia moderne di për helmimin nga Cicuta.
parimi aktiv i bimës është konina, një alkaloid piperidinik që vepron duke bllokuar receptorët nikotinik të acetilkolinës në lidhjet neuromuskulare, duke shkaktuar një paralizë ngjitse që fillon në skajet dhe përparon drejt qendrës së trupit. Vdekja ndodh nga asfiksia, kur paraliza prek muskujt e frymëmarrjes, dhe aspekti më mizor i këtij procesi është se viktima mbetet e vetëdijshme gjatë pjesës më të madhe të tij, duke përjetuar tmerrin e të ndjerit të trupit të vet duke u fikur progresivisht ndërsa mendja vazhdon të jetë vigjilente. Por Cikuta nuk mbeti e kufizuar vetëm në botën greke. Në mesjetën evropiane, ajo u bë një nga helmet e preferuara për ekzekutime të heshtura dhe vrasje politike. Avantazhi i saj kryesor ishte aftësia për të mimetizuar sëmundje të zakonshme të kohës, simptomat e helmimit nga Cikuta duke përfshirë përzierjet, dobësinë muskulore progresive, vështirësinë në frymëmarrje dhe kolapsin e papritur, mund të ngatëroheshin lehtësisht me ato të sëmundjeve të ndryshme që godisnin popullsinë mesjetare. Në mungesë të ndonjë metode të zbulimit toksikologjik, mjekët e asaj kohe pothuajse gjithmonë ia faturonin vdekjen shkaqeve natyrore dhe përgjegjësit për helmimin shpëtonin pa lënë gjurmë. Deri në ditët e sotme, nuk ekziston një antidot specifik për helmimin nga Cikuta. Në raste të gëlltitjes së dozave të larta, vdekja është pothuajse e pashmangshme nëse trajtimi nuk fillon menjëherë me mbështetje respiratore mekanike. Edhe midis atyre që mbijetojnë, pasojat mund të jenë të përhershme dhe invalidizuese, dobësi muskulore kronike, dridhje, humbje e koordinimit motorik dhe dëmtime neurologjike që në kontekstin mesjetar ishin të barabarta me një dënim me invaliditet dhe varësi absolute. Cikuta ishte, pra, një armë dyfish efikase. Nëse vriste, krimi kalonte pa u vënë re, nëse nuk vriste, e linte viktimën aq të dobësuar saqë ajo bëhej e paaft për të qeverisur, për të luftuar ose për të përfaqësuar ndonjë kërcënim. Për konspiratorët mesjetar nuk kishte instrument më të përsosur. Nga helmet e nxjerra nga bimët, ky rrëfim kthehet tani te bota e alkimistëve dhe laboratorëve të tyre rudimentar, ku një substancë magjepsëse dhe vdekjeprurëse rrezikshme zinte një vend të rëndësishëm, mërkuri. Pak element kimik ushtruan mbi njerëzimin një magjepsje aq të zgjatur dhe aq katastrofike. Lëngë në temperaturën e ambientit, me një ngjyrë argjendi dhe të shndritshme që dukej se sfidonte ligjet e natyrës, mërkuri i magjepsi qytetërimet e tëra që nga lashtësia më e largët. Grekët e quanin hydrargyrum, argjend i lëngshëm, dhe alkimistët mesjetar shihnin tek ai mishërimin e përsosur të metalicitetit, esencën e përbashkët që, sipas tyre, banonte në të gjitha metalet dhe që, nëse manipulohej sakt, mund të çonte në shndërrimin e shumë ndëruar të plumbit në ar. Në mesjet, mërkuri zinte një pozicion qendror në alkimin evropiane. Alkimistët e nxenin, e distilonin dhe e kombinonin me squfur dhe kripëra, duke kërkuar gurin filozofal. Ky fiksim nuk ishte thjesht intelektual, shumë alkimistë manipulonin mërkurin çdo ditë në mjedise të paerosura mirë, duke thithur avujt e tij toksik dhe shpesh duke e gëlltitur substancën në besimin se ajo zotëronte veti pastruese. Me shfaqjen e sifilisit në Evropë në fund të shekullit gjv, mërkuri u bë trajtimi standard për këtë sëmundje, një praktikë që do të zgjaste për më shumë se 400 vjet. Pacientët i nënshtroheshin fërkimeve me vajra mërkuri dhe thithjeve të avujve të mërkurit, trajtime që shkaktonin helmime kronike shpeshherë më të këqija se vetë sëmundja. Mërkuri është një nga substancat më toksike të njohura nga shkenca moderne. Përbërësit e tij përthithen nga lëkura, mukozat dhe mushkërit, duke u grumbulluar në inde, veçanërisht në trurin, veshkat dhe mëlçin. Simptomat e intoksikimit kronik përfshin dridhje të pakontrollueshme, ndryshime të rënda të humorit, humbje të kujtesës, halucinacione dhe, në raste të avancuara, demencë dhe vdekje. Në intoksikimin akut, efektet janë edhe më shkatëruese, djegje e dhunshme në gojë dhe stomak, dështim i veshkave dhe kolaps organik që mund të çojë në vdekje në më pak se 24 orë. Aspekti më tragjik i historisë së mërkurit në mesjet është se mjekët dhe alkimistët besonin sinqerisht se po bënin mirë. Nuk kishin si ta dinin se substanca që manipulonin po i helmonte ata ngadalë, duke shkatëruar trurin dhe organet e tyre. Dhe pacientët që u nënshtroheshin trajtimeve gjithashtu nuk mund të dyshonin se ilaçi ishte më vdekjeprurës se sëmundja. Mërkuri mbeti si një nga helmet më gjerësisht të përdorura dhe më pak të kuptuara të gjithë epokës mesjetare, një dëshmi elokuente e distancës që ndante qëllimin nga njohuria dhe vullnetin e mirë nga e vërteta. Nga metali i lëngshëm i alkimistëve, vëmendja jon kthehet te fushat dhe malet e Evropës, ku rritej në heshtje një bim me lule blu-vjollc, bukuria e së cilës fshihte një nga helmet më letale të njohura ndonjëherë nga njerëzimi.
Akoniti, i njohur shkencërisht si Aconitum napellus dhe botërisht si kapuçi i murgut ose vrasi i ujqërve, është një bimë shumë vjeçare amtare e rajoneve malore të Evropës perëndimore dhe qendrore, e konsideruar nga shumë toksikologë si bima më helmuese e gjithë kontinentit evropian. Të gjitha pjesët e bimës janë toksike, por përqendrimi më i lartë i alkaloideve gjendet në rrënjët tuberoze, të cilat mund të ngatërohen lehtësisht me rrënjët e rikës ose të bimëve të tjera të ngrënshme, një gabim që gjatë shekujve ka marrë jetë të panumërta. Parimi kryesor aktiv i akonitit është akonitina, një alkaloid diterpenik jashtëzakonisht i fuqishëm që vepron mbi kanalet e natriumit të qelizave nervore dhe muskulore, duke shkaktuar një eksitim të pakontrolluar të ndjekur nga paraliza. Mjafton një fraksion i vogël i kësaj substance për të nxitur një kaskadë efektesh shkatëruese në organizmin e njeriut. Simptomat e para shfaqen pothuajse menjëherë pas gëlltitjes, zakonisht brenda pak minutash, dhe përfshin një ndjesi intensive piçkimi dhe djegjeje në gojë dhe fyt që përhapet shpejt në skajet e trupit. Më pas shfaqen përzierje, të vjella, djersë të ftohta, dobësi muskulore dhe një ndjesi tmerruese se venat janë në flak. Ritmi kardiak bëhet kaotik, duke alternuar midis përshpejtimeve dhe ngadalësimeve të papritura, dhe presioni arterial bie ndjeshëm. Në raste të rënda, vdekja mund të ndodhë në pak orë nga aritmia kardiake fatale ose nga paraliza respiratore. Në lashtësinë klasike, akoniti ishte tashmë gjerësisht i frikshëm. Grekët e përdornin për të helmuar shigjetat gjatë gjuetisë së ujqërve, praktikë që i dha origjinën emrit vrasës i ujqërve. Në mitologjinë greke, besoi se akoniti kishte lindur nga jargët helmuese të Cerberit, Cerberus, qenit me 3 koka që ruante portat e botës së të vdekurve. Në Romën e lashtë, u përdor si metodë ekzekutimi dhe instrument vrasjeje politike. Perandori Claudius, thuhet se u helmua me akonit nga gruaja e tij Agrippina, dhe senati romak arriti të ndalonte kultivimin e bimës, duke dënuar me vdekje çdo që e mbillte. Në mesjet, akoniti ruajti dhe zgjeroi reputacionin e tij ogurzi. Luftëtarët i helmonin shigjetat dhe tejet e tyre me ekstrakte të rrënjës, duke garantuar që çdo plagë e shkaktuar nga këto armë të ishte potencialisht letale. Vrasësit politik e përdornin bimën për të eliminuar rivalët, duke e përzier atë diskretisht në ushqime ose pije. Kronistët mesjetar i referoheshin akonitit si helmi i mbretërve dhe dëshpërimi i mjekëve, duke njohur si përdorimin e tij të shpesh në rrethet e pushtetit ashtu edhe paftësinë totale të mjekësisë së asaj kohe për të luftuar efektet e tij. Deri në ditët e sotme, nuk ekziston një antidot specifik për intoksikimin nga akonitina. Trajtimi modern bazohet në masa mbështetëse, duke përfshirë administrimin e atropinës për të luftuar bradikardinë dhe përdorimin e barnave antiaritmike për të stabilizuar zemrën, por edhe me të gjitha burimet e mjekësisë bashkëkohore. Rastet e helmimit të rënd nga akoniti vazhdojnë të paraqesin norma të larta vdekshmërie. Arrim, më në fund, të helmi që mbyll këtë rrëfim dokumentar dhe që zë, me të drejtë, vendin më të lartë në këtë hierarki të zymt mesjetare. Asnjë substancë nuk u përdor aq gjerësisht, nuk u friksua aq shumë dhe nuk ishte aq vendimtare për rrjedhën e historisë evropiane sa arseniku, substanca që bashkëkohësit e quanin tashmë, me një përzierje respekti dhe tmerri, mbreti i helmeve. Arseniku është një element kimik i pranishëm natyrshëm në korën e tokës, i gjendur në minerale të ndryshme, nga të cilët më i njohuri është trioksidi i arsenikut, një pluhur i bardhë, kristalin, pa erë dhe pothuajse pa shije që tretet lehtësisht në ujë dhe në pije. Format minerale të arsenikut njihen të paktën që nga shekulli IVP-s dhe mjeku grek Dioskorides, i cili shërbeu në oborrin e perandorit romak Nero në shekullin I, e përshkruante arsenikun si një helm në shkrimet e tij. Megjithatë, historia e arsenikut si armë vrasjeje fitoi një kapitull vendimtar në mesjet, kur frati dominikan Alberti i Madh, Albertus Magnus, një nga intelektualët më të mëdhenj të Evropës mesjetare, arriti të izolonte elementin rreth vitit 1250. Alberti i Madh, i kanonizuar nga Kisha Katolike si Shën Alberti i Madh, ishte një studiues i pangopur që i dedikohej kërkimeve mbi natyrën, kimin dhe filozofinë natyrore. Duke izoluar arsenikun në formën e tij të pastër, ai nuk mund ta imagjinonte se po i siguronte botës një nga mjetet e vrasjes më të përsosura të krijuara ndonjëherë. Arseniku zotëronte të gjitha cilësitë që një helmues mesjetar mund të dëshironte, ishte pa erë, pa ngjyrë, pa shije. Tretej në mënyrë të përsosur në çdo lëng dhe mund të administrohej në sasi aq të vogla sa që mjaftonte një pjesë sa madhësia e një bizeleje për të vrarë një të rritur.
Efektet e tij, përveç kësaj, imitonin me saktësi simptomat e sëmundjeve të zakonshme të kohës, duke e bërë helmimin pothuajse të pamundur për t'u dalluar nga një sëmundje natyrore. Në intoksikimin akut, të shkaktuar nga një dozë e vetme e lartë, viktima përjetonte të vjella të dhunshme, diare intensive, dhimbje abdominale therse, konfuzion mendor, dobësi ekstreme dhe, në fund, shok dhe vdekje. Në intoksikimin kronik, të shkaktuar nga administrimi i përsëritur i dozave të vogla për gjatë javëve ose muajve, simptomat ishin më delikate dhe progresive: lodhje, humbje peshe, konfuzion, dobësi muskulore, paralizë dhe një rënje e përgjithshme e shëndetit që mund t'i faturonte lehtësisht një sëmundjeje degenerative ose pleqërisë së parakohshme. Kjo shkaftësi e bëri arsenikun armën e preferuar të klasave sunduese të Evropës mesjetare dhe rilindase. Midis të gjitha familjeve që u bën sinonim i helmimit politik, asnjëra nuk arriti aq famë sa Borgia. Me origjinë nga qyteti i Borjas, Borja, në Valencia të Spanjës, Borgiat u ngjitën në pushtet në rrethet politike dhe kishtare të Italisë gjatë shekujve GV dhe GVI, duke prodhuar dy papa, Kalisti II, Calixtus II, dhe Aleksandri V, Alexander V, dhe një galeri figurash ambicioze dhe të paskrupullta që formsuan politikën italiane për breza të tërë. Papa Aleksandri V, i lindur Rodrigo Borgia, ndërtoi një reputacion që përziente aftësinë politike me mizorinë e llogaritur. Sipas kronistëve të kohës, ai thuhet se kishte urdhëruar helmimin e të paktën 5 kardinalëve për të konfiskuar pasuritë e tyre dhe për të emëruar zëvendësues besnik. Djali i tij, Cesare Borgia, i cili shërbeu si frymëzim për traktatin e famshëm Princi dhe Prince të Niccolo Machiavelli, njihej si një njeri me ambicie të pakufishme që nuk hezitonte të eliminonte çdo pengesë në rrugën e tij. Lucrezia Borgia, motra e Cesarit, dhe se ndoshta ishte më shumë viktime e makinacioneve të babait dhe vëllait të saj sesa pjesëmarrëse aktive në to. E pati emrin e saj të lidhur në mënyrë të pashlyeshme me helmimin dhe intrigën politike. Helmi i preferuar i Borgiave njihej si Cantarella, një përgatitje për bërja e saktë e së cilës mbetet e mbështjellë me mister. Shumica e historianëve besojnë se ishte një përbërës me bazë arseniku, ndoshta i kombinuar me alkaloide të kalbjes të marra nga materia organike në dekompozim. Sipas një prej versioneve më të përhapura, i administroi arsenik një deri dhe shkuma e formuar rreth gojës së kafshës në agonin mblidhej dhe përdorej si bazë për helmin. Cantarella paraqitej si një pluhur i bardhë me shije të këndshme që tretej pa lënë gjurmë në çdo pije. Borgiat supozohet se e inkorporonin atë në verën e shërbyer në darkat e tyre të famshme, ngjarje të cilat kronistët e kohës i përshkruanin si më të rrezikshme se çdo fushë betejë. Të ftuarit hanin dhe pinin pa dyshuar asgjë, dhe ditë ose javë më vonë fillonin të shfaqnin simptomat e helmimit: dobësi, përzierje, dhimbje abdominale, diare, konfuzion mendor, derisa më në fund dorëzoheshin para asaj që të gjithë ja faturonin një sëmundje natyrore. Thuhet se vetë Cesare Borgia mbante me vete një sasi të vogël kantarele të fshehur në një unaz, të gatshme për të shtuar në çdo pije kur të paraqitej rasti. Megjithse shumë prej këtyre rrëfimeve mund të përmbajnë egzagjerime dhe reputacioni i Borgiave si helmues ka qenë ndoshta i fryrë nga armiqtë e tyre politik, ka prova historike të mjaftueshme për të pohuar se arseniku u përdor gjerësisht si instrument vrasjeje politike gjatë kësaj periudhe. Paftësia absolute për të zbuluar helmimin nga arseniku para zhvillimit të metodave analitike moderne në shekullin XXI do të thoshte se çdo akuzë për helmim ishte esencialisht e paprovueshme, gjë që u jepte helmuesve një mosndëshkim pothuajse total. Në Francë, arseniku mori pseudonimin elokuent pluhuri i trashëgimisë, një referencë për përdorimin e tij nga trashëgimtarët e paduruar. Në të gjithë Evropën, ai u bë instrumenti i preferuar i fisnikëve ambicioz, grave të pakënaqura dhe konspiratorëve të çdo lloji. Prania e tij ushqeu një kulturë të përgjithshme paranoje në oborret evropiane, kuçdo. Vakt mund të ishte i fundit. Arseniku mishëron të gjithë esencën e historisë së helmeve në mesjet, një substancë e lindur nga toka, e njohur nga shkenca, por e përmbysur nga ambicia njerëzore, që përshkoi shekujt duke lënë pas vetes një gjurmë vdekjesh të heshtura dhe padrejtësisht të pandëshkuara. Përgjatë këtij rrëfimi, kemi përshkuar një territor të gjerë substancash dhe historish që zbulojnë një faqe shpesh të harruar të mesjetës. Pam se si dale, e krijuar për të lehtësuar vuajtjen, u bë armë në duart e kriminalëve. Ndoqëm Kantaridinën që joshi dhe vrau ata që kërkonin kënaqësi. Dëshmuam helmin e viperës në fushat e betejës dhe në kupat e oborreve.
Njohëm luletogëzën, helmi i së cilës maskohej si sëmundje natyrore, dhe tisin, hija vdekjeprurëse e të cilit shtrihej nëpër varreza. U zhytëm në botën letale të Beladonës, kryqëzuam rrugën me Cikutan, që heshti zërin e Sokrati. Kontempluam tragjedinë e alkimistëve të helmuar nga mërkuri dhe ndoqëm ngjitjen e akonitit si instrument vdekjeje. Dhe u ndeshëm me arsenikun, mbretërimi i të cilit si instrument vrasjeje zgjati për shekuj. Secila prej këtyre substancave tregon një histori që shkon përtej kimisë apo botanikës. Janë histori mbi pushtetin dhe ambicien, mbi frikën dhe ignorancën, mbi tensionin midis aftësisë njerëzore për të shëruar dhe gatishmërisë për të shkatëruar. Nëse ky udhëtim nëpër anën më të errët të historisë mesjetare zgjoi kurreshtjen tuaj dhe dëshironi të eksploroni më shumë rrëfime si kjo, regjistrohuni në kanal dhe aktivizoni njoftimet që të mos humbisni asnjë episod të ri. Lini komentit tuaj duke treguar se cili nga këto helme ju bëri më shumë përshtypje ose duke sugjeruar tema për eksplorimet e ardhshme historike. Shpërndajeni këtë video me miq që, ashtu si ju, vlerësojnë magjepsjen dhe rreptësinë e rrëfimeve dokumentare. Çdo regjistrim, çdo pëlqim dhe çdo shpërndarje na ndihmon të vazhdojmë të sjellim histori që ndriçojnë qoshet më të errëta të së kaluarës. Deri në udhëtimin e ardhshëm.